Propozimi i Partisë Socialiste për hartën e re territoriale ka krijuar pakënaqësi në disa nga bashkitë ekzistuese në vend. Konkretisht, ai parashikon shkrirjen e Bashkisë Maliq dhe kalimin e saj si njësi administrative në administrimin e Bashkisë Korç. Nëse ky propozim i ratohet, mbi 30.000 banorë të më shumë se 70 fshatrave do t'i drejtohen Bashkisë së Korçës për të marrë shërbimet administrative. Ky propozim është kundërshtuar nga banorët e Maliqit, të cilët shprehen se shërbimet duhet të jenë sa më pranë qytetarëve dhe jo më larg. Jo, unë jam me këtë, sa më afër shërbimi ka si popullit. S'duhet të prishet. Sa më afër. Të prishet tikin edhe të Se ti po e largon, do më dhe në largon popullin. Nuk jam dakord të prishet atë, inshallah moti. Ne shqyr që i kemi bashkinë afër këtu. Kemi nevojë për bashkinë. Po ikin tëra gjërat. Përse? Tërë investimet, tërë ato gjërat janë bërë tash të mira këtu. Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar shkrirjen e bashkisë së tyre. Sipas banorëve, çdo ndryshim i statusit administrativ të qytetit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e tij dhe do t'i mbante larg shërbimeve. Nuk mund të bëjë reformën Arbër Mazniku, që se njeh fare Patosit. Nuk e njeh absolutisht fare, ai s'di si ç'bëhet. Jam kundra edhe në qoftë se arrihet kjo që të bëjë bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnanës. Në mënyrë të padiskutueshme, bashkia duhet të ekzistojë dhe të ofrojë shërbime për qytetarët. Po është një bashki e madhe që si bie radha kur jo Patosit, po as rrethinave me fjalë këtu që të ofrojnë shërbime. Kështu që shekot. Të themi të drejtën, jemi të pakënaqur për shkëputjen e Patosit që bashkohet me Vjerën. Sepse gjithë zona e Patosit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në një gjest të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidh një problem. Propozimi i Partisë Socialiste për ndryshimin e hartës territoriale parashikon uljen e numrit të bashkive në 46 të tilla.